Vetëm disa ditë pas u hodh poshtë iniciativa e kreu të Këshillit Evropian Antonio Costa për heqjen e njerëzshmërisë në vendimarrje, e cila u paraqit kryesisht për procesin e antarësimit të Ukrainës, një nismë e re vjen nga Austria dhe Slovenia, së bashku me Gjermaninë dhe Italinë. Ministria Federale Austriake për çështje evropiane Claudia Plecholm tha se Bashkimit Evropian i nevojiten zgjidhje inovative që do të zgjidhin bllokada dypalëshe midis vendeve. Kam një risi për ju nga Austria. Austria do të angazhohet për shumicë të kualifikuar për pranimin e vendeve të reja në Bashkimin Evropian, me qëllim që të ulet burokracia. Kjo në praktik do të thotë që çdo hap teknik ndërmjetës për çdo vend kandidat nuk do të ketë më nevojë të miratohet e një zëri. Në këtë mënyrë për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, për vetë procesin e antarësimit do të kërkohet e njerëzshmëri, por do të ulet marrëdhënie të tensionuara bilaterale. Sekretarja shtetërore për çështje evropiane e Slovenisë Neva Grashić tha se kjo nismë tashmë është dorëzuar në Komisionin Evropian. E mbështesim iniciativën së bashku me Gjermaninë, Italinë dhe Austrinë me një letër drejtuar komisares Kos që procesi i metodologjisë të përmirësohet realisht. Ne dham mbështetje politike si mbështetje politike nga 16 vende anëtare. Sigurisht edhe të tjerët janë të mirë se ardhur të bashkohen. Shumë të tjerë po e shqyrtojnë këtë dhe do të thosha se kjo është një iniciativë e hapur politike e cila tani është në Komisionin Evropian. Ministri për çështje evropian Orhan Murtezani pajtohet se duhet të ketë ndryshime në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Технологията на проширување треба да трпи одредени промени, не бидејќи тоа смо го чувствувале на наша кожа, меѓутоа гледаме дека за жал тоа веќе станува пракса и не им штети само на интересот на земјите кандидати, туку и на интересот, стратешкиот интерес на Европската Унија, особено поради фактот што го отежнува пристапувањето и остава простор за условно речено злоупотреби за билатерални интереси во процесот на пристапувањето. Të mërkurën ardhshme në vend do të mbërrijë shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila jo zyrtarisht pritet të takohet me gjithë krerët shtetëror. Kjo vizitë vjen pas deklaratës së kryeministrit Hristijan Mickoski se në fillim të vitit të ardhshëm do të ketë lëvizje në procesin evropian të vendit.